Një sagë tjetër. Kjo histori e prek secilin nga ju. I prek edhe ata atje. Kjo është historia që kur nuk mbaron. Drive Me Crazy në Klan Radio dhe KTV. Përshëndetje për gjithë juve që vazhdoni shoqoni me Koha Vizionin dhe me Klan Radio, ja ku erdhën minutat që ju presim bashkëpunim edhe me telefonata për temën e ditës së sotme, ju presim edhe me informata rreth komunikacionit. Nga ky moment deri në orën 18 jemi në Klan Radio, ndërsa deri në orën 17 jemi me Koha Vizionin. E në krahun tim të majt, po djath do të më thonë, se qysh do që të bjen, do të më thonë djath. E kam kolegën time Matre, po dhe shumë të disponuar. Fiona Xhema Faleminderit shumë. Përshëndetje gjithëve nga ato që jeni duke ndjek emisionin tonë në këtë moment. Shpresoj që e keni shiu ditën ashtu që ka ardhur, ashtu që ka shku, duhet me e dashur edhe me shiu ditën, jetën, javën, muajin, kështu që uroj që jeni mirë nga ato që më na dëgjoni. Edhe sot e kena një tim tjetër që është kogja e ndjeshme, kogja e diskutueme në jetën tonë të përditshme, por edhe në për media zakonisht është një temë që diskutohet jashtëzakonisht shumë. E që ka të bëj me rrjetet sociale, ose më mirë me thonë me jetën që pasqyrohet ose paraqitet në rrjetet sociale. Tash pyetje nuk vështroj konkretisht se çka qysh tek, varësisht mohabetit, kena me i bo edhe në pyetjet, kështu që ju presim me na telefonu masi ta dëgjojmë edhe këngën e parë në 079 I papriton anek ne. Kriket, kthema kohën. Po çatu do më thonë, është aty që po du sa ta mu bot sinqert, ha? Me na tregu po be pa ta hi dhe su bona. 978 edhe kanë arrit disa nga informatat sa i përket komunikacionit. Për ndryshe ju tregoj se nga ky moment jemi drejt për drejt në koha.net, në glamradio.fm, në YouTube Glam Radio 86, përveç Koha Vizionit edhe Glam Radios që mundeni me na ndëgjue, me na ndjek live. Për ndryshe komunikacioni me Kolon, po na thonë se ka Kolon tek qasja rrethi Çaklavicës, po shihet në drejtim të Prishtinës Kolona, pastaj dalja e autostradës në Fush Kosovë, e ngarkuar është pjesa nga poshtë Vetërniku deri tek rrethi i ambasadës amerikane dhe për Mjuqas rrethi Duplex Kolon ka nga fshati Shkabaj. Këtu janë dhe informatat e para që kanë arritur në 049978978, ndërsa Petrol Company po ju sjell derivatet më cilësore që bëni më shumë kilometra, edhe po ju mundson me u bë pjesë lojësh përblyese, tu e rimbush makinën me derivatet më cilësore, ju futën lojësh përblyese. Qysh 10 euro një kupon, 22 kupona, 33 kupona, se tash janë nisur me fionën me repovat. Edhe po e keni edhe bjepi restoranin për juve që doni përveç derivateve të veturës me i pas cilësore, më jep derivate edhe vetës pak aty se po ka shef njëri, kanë herë pak njerëz shurtorën, po ka shef njëri, po çysh jo. Okej, po e përsëris edhe një numrin e telefonit që aty ku po presim fotot komunikacionit, po presim edhe telefonatat për sot. Mund të në telefononi edhe në Viber, edhe përmes telefonit, ju që jeni brenda vendit. Alo, përshëndetje, telefonata e parë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, kush telefonon? Enisa. Kush na nderon sot me prezencën? A je mirë? Përshëndetje që shem kanë mirë. A je ma mirë tash, nëse si kon mirë? Që 2 ditë jam ma mirë. Mos më thuj që ky gripi i famshëm Ja, mëre çfarë? Ja, mëre kam pas probleme me dhamë. Okej, halo si ke zgjidh se e di që më ka tregu cime. Halo, e qashtu? Ja, mirë jam tash. Mirë. Do shme na që një foto me dhëmëtri, ta dish? Po jo, kom pas pak me rregulluar të, tani po kisha dhimbs, më isha. E di, e kuptueshme. Tregom çka mendon ti për jetën në rrjetet sociale. Shohim filma, seriale të ndryshme në rrjetet sociale të jetës së njerëzve që të paktën i shfaqin të tilla, po a mendon që ka jetë të vërtetë? Tek ajo që shohim çdo ditë. Jo dhe bash çka po shohim. Jo dhe bash, domethënë nuk e përjashton komplet që janë të vërteta, po deri diku. Deri dikon munden me kon, po fion mua me të drejtën edhe absolut s'pon pëlqej këtu same. Çka nuk po të pëlqen konkretisht? Po, e din qysh. Ose për shembull e çet dikush një storie ose diçka. Jashtëzakonisht ofendime. Jashtëzakonisht. Jeso kështu, po kështu. Do më thonë kjo ndërhyrja një farë mënyre komentimi në rrjetet sociale të jeta e dikujt po të pendon.
Okej. Kjo absolut s'm pëlqen. Unë e kam pa me një rast, aty jam shoku. Dhe me thani kishtë qitë dikush që i ka vdik nëna. Atin qëfar komente shpion? Çfarë? Të mërshme. Çfarë? A ki qash largë dhe me thonë ishin shku i këshin thonë, mori e dinte a ki ku me shkutin a dyje. Ej. Nuk Po, për çata është i mirë Dëgjon. interneti, bre, gjithçka lexon. Qëre, në këtë rast njerëzit janë të ndam në dy grupe. Ata që mendojnë që përderisa ti e publikon një të vërtetë nga jeta jote ose diçka personale, atëherë dush me prit që do të marrësh komente të tilla. Edhe çto tani lidha i konflikti, pse ti po e poston, atëherë unë kom drejt me komentu. Po gjithsesi mendoj që edhe pse kemi të drejtë secili me komentu edhe me dhoni mendim tonin në postimin ose në jetën e dikujt, duhet me qenë të kujdesshëm. Edhe unë kam pas raste të tilla shumë te një zonjë nga Shqipëria që tregojke për një tragjedi shumë të rëndë të familjes saj. Po. Edhe po, tregojke në mënyrë aq artistike edhe aq bukur e sqarojke situatën pa hyrë në detaje. Nuk Po, di po. as me ta shpjegu çfarë komente më kanë pasyt. Kështu që Po, Fion, na për këta seriozisht jemi shumë ropan për këtu sene. kur thonë që Edhe- lumturin do të me mbajt për vete, mos me bo shumë të madhe, mendoj që edhe të kundërtën, edhe dhimbjen po mduket po do të me mbajt për vete prej rrjeteve sociale, se edhe atëherë kemi pengu dikojna. Patë se shqyanis me Enis, bu përshëndes. mohabet me afshi do molla dhe pak Jo, pak veç ty lava ke dhe po ashtu lejme drejta mos me baj don gora kafe, lajle, mos po po jo do me mos pina i sen. smeta i shkërkon. Arsim, Hajde bre që. koha e mandarinave. Jo, më çfarë mandarina në më mova. Ati Jo. kisha Faleminderit pasur për veç përshëndetjen, çaj kom ton kalof shmir. Çore te janë nisën po të bo llaf aty kafet jo me pak sheqer, jo me shumë sheqer. A unë Qa meta ki këtu kundër të te? prit, po ç'është kam kundër. Meta këtu të prit Sa tu shkojsh e tregu. Nenza? Po ç'tash po shkoj. Mushtribak? Po thot bollneta onash. Le ta din krejt floka i dal se këtu jam. Ky është Florimi. Florim, përshëndes, shumë faleminderit Florim, shumë që hajde jemi pak neve. malmez. Florim, a e pe që shumë lanë, edhe mu që atjen si anash. Ndëgjë, Florim, për ty edhe për krejt ata që po dojnë me ndru mobilet edhe me ardhë me super mobilje në shtëpit e tyre edhe me super zbritje, e keni mundësin tek Enza Home deri me 29 nëntore keni këtë super ofertë për Black Friday deri në 70% zbritje. Kështu që shkoni te Enza Home edhe shini mobiljet e mrekullueshme që i keni me super zbritje. Hajde telefonata tjetër përshëndetje, kush na përshëndet, kush na telefonon? Se çka e zgjatë deri tash me Po, Florimin po me mobiljet duhet, e bre, me po duhet, çka me bo, po duhet. Kush na ka thirr? Fion delëm tim. Që tash Po që du me tash vazhdu stati. i vjen rani edhe Të këti thon. hiç më stanin. Apo do me dal Fiona në tema une? Pa i merr në vesh kujt i konvenon. Hajde Si me që ka te dy. radhën, po Te hajt, dy. bën, lëshoja sot. Tregona jeta në rrjetet sociale. Atë ka jap na i fash shkëndije kështu jeta në rrjetet sociale. Kohëve të fundit ju valla. S'ka Do me jep. thonë jeta në rrjetet sociale është një jetë paralele ose një jetë ndoshta pak më fantazi, kisha me thonë. Ose ndoshta një jetë që kishim dosht me pas dhe përfiturojmë përmes rrjeteve sociale. Por është një jetë që nuk ka të bëjë as pak me realën. Pse po thu që s'ka të bëj me realën? Pse asnjë njerëz real në rrjetet sociale, a? Çka ndodh në rrjetet sociale, le të mbetet në rrjetet sociale, është diçka që s'mundesh me gjyku ose para gjyku dikën Se ka dikush që shpreh kështu me shpirt apo kupton edhe i thot ato fjalët nëpër komente, tamam qysh i menon ai nin. Po, ndoshta në Po. fillim, po gradualisht ka me Bravo. ndryshu. Jo, delëm tim. Gradualisht po ndryshojnë Kret ca jena njerëz. tani si gradualisht na dalim me ikim se cilën ne me kena Është ka çfarë. po na servohet ajo çka Jo, është virtuale, nuk është një jetë kur si realja. Qysh virtuale, po ta lëshon kamerën, po tim baba, po tim baba live me kamerë tu fol me nanën, aty po mos baj gore. Çaj është kontenti i vetëm real është. Platonike, çaj. Jo, tash kthehemi tek kjo. Jo, esenca është që në rrjetet sociale gjithmonë ai që si monën tonë më të bukur, po folim për postimet, për arritjet, për sukseset. Mirë, po kërkosh nuk i çet dështimet kur kanë mundime për më arrit dikon, synime për më arrit dikon dhe nuk e arrin. Kjo është ajo esenca që na nuk e shfaqim në rrjetet sociale, shfaqim veç anën e bukur edhe vendosim standarde që ndoshta nganjëherë janë edhe të paarritshme për ne. Si njerëz, si që një. Apo Fion? Po, Fiona vish po bën me kry kështu, kështu që u kry kjo farë pune, Po pajtoni ju po pajtoni plotësisht, po kuptoni plotësisht. Atë ka ndonë me po na i farë lojvi kështu na i kujna, do më thonë se bashkë po më intereson. A di me i baba i dikujna që mos me thonë familjari dikujna me i live pa hiri.
Ja. Tu ja boj gruajt e nalma se diçka urgjent u më shkruaj këto. Tash para mendo atëherë nuk e kena pas opsionin për me fshi komentet ose me editu komentet. Tash para më çka ka dal ka dal. Komenti dal atë. A di sa radio kanë njerëz. Jo, Fion, nuk unë ajo, edhe unë ajo që faleminderit për koment, që i kemi komentuar secilit ose faleminderit për like që ja kemi komentuar. Tani u bë chat aty. Ai për çaja apo vjen për kafe? Ai ke marrë për ose të shkruaj në wall, ose të shkruaj për wall, çka është sot? Kush ka në fillimet e hershme të Facebookut ka ndodhur edhe ajo, edhe mua më ka ndodhur. Me bashkëbisedu me shoqen. Apo doni edhe ju mjaft që do molla. Jo shumë falem. Jo, nuk ka nevojë veç çajin e përzim, s'ka problem. Ai doni ma ka ironia më i lehtë, okay. Okej. Kalofshi mirë. Po të përshëndesim ose s'dashte mu prezantua se nëse tregoj kush është. Edhe po të falenderoj shumë që keni ndonë kohën për na thirr. Por ndryshe për juve që doni me na tregu se ku janë pjesë më të ngarkuara në Viber mundni me na dërgu foto, edhe na kena me informu krejt pjesëtar të tjerë komunikacion. Kanë arrit foto që na tregojnë për daljen e autostradës në Vetërnik që është me kolon gjatë për mjëqas rrethi Çaklavicës, kolone gjatë, nga lart Vetërnikut kolona vazhdon tutje deri tek rrethi i ambasadës amerikane dhe hyrja në Prishtinë po shihet me kolon nga rrethi tek kazerma Demja Shari tutje deri tek udhkryqi i katedralës. Për juve që jeni tu e prit trenin, treni arriti. Erdhi. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, kush telefonon? Në dëgjuse për Prishtinë. Hajde dëgjuse nga Prishtina. Tregon çka mendon për jetën që po na prezantohet në rrjetet sociale. Nuk jam për me kësi përgjigje. Pse? Vetëm jam mi thonë Fionës, po i Fionë për e mirë. Po me Fionën jetu fol. Çka mi thonë Fionës? Se s'potin kjo. Çka mi thonë? Çka po do mi thonë Fionës? Mi thonë po e mirë, po e hjerë. Shumë, os di çfarë sy kishë pas jo? S'di që shini të po. Si vi me dy bashkë sy edhe nuk më shesh ashtu. Ju më shku i ku morr një por gjoma special me mandreç pak. Edhe kot. Që shkoj. Jo po ai gore po bojna. Dëgjoni na ka dërguar një foto për derisa thash treni, veç ta që mos besofshit. Labi ma ka dërguar një foto bash trenit të orë. Quf. Lab, përshëndes, shumë faleminderit për foton e shpejt që ke reagu. Kolon paska dhe rruga Gim Ramadani nga komuna deri tek udhkryqi i Menzës në këto momente dhe fush Kosova nga zona industriale tutje. Fion merr edhe telefonat se do të thon. Numërohet ajo. Jo, numërohet ajo. Jo, me çisisane që ta bojnë rrafsh njerëz në skam shef. Ka lidhje me ndreshin disponimin për 5 minuta. Alo. Për 5. 15. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, kush telefonon? Ndresja edhe 5. Roni. Okej, bërja cimit një se janë nisi me dhim të kryt. Jo, mu hesh, po vjen shumë mirë. Unë të fluturuja. U bo për oke, edhe ti vetë je bo për oke, ja? As kësë po mënët me besu Japonin. Gripi. Hajde për shpresojme të kalu sa ma shpejt. Çka mendon për jetën në rrjetet sociale? Unë jam dakord me qatë para kësaj që kes. Që tha Fiona shumë e mirë, po. Ato po mama. Okej. Okej, çka po mendon ti? Me çka po bajtohesh? Në cilat pika? Këta pikat që njerëzit vetë që shprehin ato të mira të shit nuk i shprehin apo vetë sociale. A di qysh, unë po mendoj që i shprehin edhe vështirësitë ose sfidat, se shohim shumë që si content creators ose krijues të kontentit sot që po tregojnë edhe anët më të errta të jetës së tyre, që janë tejet personale, por mendoj që dhe ajo është diçka që po i servohet njerëzve që jenë të e kërku, ose njerëz që e gjejnë veten me çfarë. Ata treni edhe tyja? Këtina se pinijet. Njerëz janë të etur me pa diçka shumë të bukur edhe diçka shumë të dhimbshme. More na jena tetun me qitë sanet e mira, tash puna jonë është ka qenë bashkë realitetin, asnjëri prej nesh nuk besoj që jemi aq etur me pa bashkë realitetin, 100% e ka qitë Fiona një ditë një foto të realitetit tem, do më thonë në Instagramin e vetë, që ja ku mbo një foto tinza, edhe qyshim kanëm ka qitë, që e ku mbo një farftyre kështu, edhe heç problem se kom, po. Nuk e kena problem. Për shembull, nana ime ka ditë dinjën thotë se kom qitë mas te. Hajde urime. Edhe nuk e
Se s'ja ke bo një postim special nonës? Po ja bëj të shpia, tash. E po më rënë që ngjehet që ajo, a? Pa e qitë një storje, urime mbretëresha ime. Pa e qitë një storje, pa e quni 500 shmonës, pa e bre, ato për storje i na tu folë. Mërë qëfar storje? Hiq pa e qitë storje mbretëresh, tash, Po dhe, po dyqysh pa e qitë në storje, pa ja uru ditlinjën aty urime mbretëresha, ajo nuk ngjehet? Ja, rova në telefon edhe të shpia. Apo dën me ngu një kong të mirë për nonën? Po, me gjithë qef. E urime i boft një qenoki, falimderit. I boft një qenë, mos harroni për juve, do më thonë që i kanë ditëlindjet prindë dhe dëni mi pas atje Prishtinaticket.net është operatori maj në aeroportin e Prishtinës që mundësëm i marë biletat ma ekonomike. Gjermani, Zvicër, Sloveni, Suedi, Luxemburg, Paris dhe Anasjelta s'keni linje direkte nga Prishtina. Jo veç për okim, po si kaloni Afrem? Mirë, mirë, jo? Mirë, falimderit, edhe na shumë mirë. Afrem? A e pe shportin, a e pe shortin që u nda Kosova me Slovakin? Po be. A thu që ja bojna si Gjermania dhe na që ashtu diçka? E poshtë, jo mërë na mjafton me ja bon si Slovenia. Okej, se të dhe dhune menova që aty pak ma botë. Për ndryshe po, fati që lojën e dytë e kemi në shtëpi, haras se ka mujtë mirat 2 lojë sikur Shqipërisë që i la. E po tash mes Turqisë edhe mes Rumanisë. Do kom me rëndësi heq me kom kryesorja e sholla djemë të luin mirë si kur e kanë luqë. Unë e veç po shpresoj që në qitë formë që shenë kanë edhe mus me pas lëndime. Do shumë e rëndësi mus me pas lëndime. Qa janë është, se si t'janë që shtonë qitë formë, nuk kom me rëndësi që farë ekipi. E edhe në që ashtu po mënej, e kom një farë qasin djenje besimi. S'ka lidhje ku shqipjet. Hajde të regon punën e jetës në rrjetet sociale. Qyshe she jetën në rrjetet sociale, qyshe paraqet ti jetën tonë në rrjetet sociale, ose qysh jashe dikujna jetën në rrjetet sociale? Unë e kove fundit pak jam të postu për vete. Je distancua për këso jetë? Se jetë sociale, dishka se di, unë e hinë Facebook qyri, ama me postu rol këm postu që tash që këtë loja me Zvicën e këm boni postem, mas se di so kohë. Po, qëre, Arsen, janë do sene që janë shumë të mira, ka informatat mira, po sene, pak për sene, po ma negative. Po, ka sene të mira, se për shembull, qesin dishka njerës, ti mund është me hi me këqyrë, me vërdetu, me lyp në internet, me marrë një orit dishka pak ma të mira sene, por një orit negative se unë erdha vonë, nuk e di qka është folë, po një orit negative, jo negative, por në të kuptimin unë e veç një gjo nuk më pëlqen, për shembull që ju bëhat pompozitet do seneve kështu familjare që janë krejt personale, dhe si kur mos me poste në shpej për shambull që është mas pari ja uran në Facebook ditëlindjen tani të shpija. Qa po menon du të me po tjerë që unë ja ku murut? Qka ka të keqe këto? Mu veç që ata e kam dëqysh. A dynë që unë mja uru fjonës ditëlindjen vish që to? E mos mja bo një postim, e mja qit një foto. Koment në Instagram, koment në Facebook. Edhe privatisht me më shkrujt. Plus më duhet me thirë nonën, mi thonë nona ja urove fjonës ditëlindjen. Pako. Apo kupton na familjarisht e kena këto. Po. Pako familjare. Po. Qyre, tash Afrim, dashtëm u bo pak një farë pjesë e rutinës tonë, pjesë e festave. Është rutinë, unë e thash, unë e për vete nuk kom postu kove të fundit, po unë jam konë shumë aktiv, dhe jam halo aktiv në të kuptimin atë ka ndodhë mja marrë dikujna i nati, dikujna ta për tonit, mja marrë i nati në rrjetet sociale. Që ka postu diçka, ose që ka thonë diçka dhe ja ke marrë i nati, vish pësa e ka jep menimin e vetë. Ja, nuk jam Bash i nati ju, për nështa me të dalë për qefit. Jo, ka se që s'folin më pjasu. Se kokët ja një pak natyren edhe për mes postimeve. Unë edhe njëtën e përdeqme nuk... Si e qasite? Se cële e ko menimin e vetë. E ku marrë zhukit pytje të njeri, ga bun, po s'kam qka bëj. Afrem, unë është me vrejt natyren e disa njerëzve edhe për mes disa postimeve që i bojnë, disa komendeve që i dojnë. Që mund është me kryu pak a shumë një ide një pasqyre se qëfar personi është
Për shembull, arsimin që e ke taku një herë, dy herë. Ky ta them pasqyrën me butësinë e tina, me mirësinë e tina. Po kupton ta them pasqyrën, ta bën copa Finlandës. Plus ftoftsinë e tinës si finlandez atje që e ka marrë. E barabartë me një pyetje shkuar poshtë. I till ka shkut, garantoj. Arsim, unë ku morr dhe i till, edhe këto jam ftof hala më shumë jam bëu okay. E di se kena pas fatin me një me pi kafe bashkë me folë edhe për të kalumën, dhe po sa do pak kum njoftu edhe e di çfarë e, po plus kjo Finlandat ka bëu kështu. Veç afrim shoqësh që poston statusa, se më shtana kish ndru mendja. Kret like ti kisha bëu. Hajde, kaloni mirë. Hajde, ton kalov shpirë. Jeni të mrekullueshëm. Faleminderit, afrim bashkë me ty. Për çfarë sporti është shumë i mirë se i lidh njerëzit shumë. Po qysi. Në këtë rast, për shembull, unë e di që ti dhe Afrimi keni simpati për njërin tjetrin, pikërisht për shkak të sportit. Në një kena fol për sport shumë. Edhe shumë pika të tjera, mos flasim. E vërtet është kena fol shumë për sport, edhe pse ky e ka një klub që mua m'pëlqen Gjermani mas Hoffenheimit, po Hoffenheimi është një arsye pse duhet tash më përpara se kum njoft. Po, do më thonë tash po duhet me dasht. Ndryshe. Desh ta më tregu juve që keni qef me fol telefon shumë për shembull, ose me thirr ata nëse nuk ju pëlqen. Me video live po nëse nuk ju pëlqen metoda e re me uru përmes statusave ose përmes komenteve, po doni me thirr njërin telefon, gjë që sot e shohim edhe dëgjojmë shumë rrallë, me thirr në telefon, me thirr dikush në telefon për ditëlindje. Merrini IPCON, përveç që e ka internetin më të mirë në krejt vendin, keni pakot jashtëzakonshme për ju që doni me pas parapagim me qenë, do më thonë me çdo muaj me pas internet, minuta, mesazhe, krejt këto në pako të jashtëzakonshme keni nga IPCO. E ju që jeni me parapagim me qëra fjala, e keni pakot tip mini, tip super edhe tip max, që kanë minuta shumë, internet nga 6 deri në 30 GB internet, sidomos për 3 pakot e para, kështu që shkoni në dyqanin më të afërt të IPCO-s ose edhe përmes rrjeteve sociale, përmes websajtit i shihni të gjitha ofertat. IPCO, se fola shumë. Alo. A jeti ja? Ti fola shumë, po se s'ka lidhje se ti se tillën aty laka din tash ta jeti ja one. Çfarë fore? Ani vrani. Alo, përshëndetje. Hajde folti. Hajde folti. Hajde ndërhyj kallzoj. Marmonierin çfarë? Përshëndetje. Pret. Alo, kush telefonon? Zeca telefonon. Hajde bre Zeç, se ka gjetë si mi ditën për një mes sot me mguc. Po pse vrazhdo? Po çe. Po ka pas një ditë. Do të djali urt kështu veço. Zeç. Thoj cimit, Jo s'pi thom sen. Pejtashit thoj bonu simpatizuesi Bayernit se fisnikin problem. Po që aty thash, më thonë, jam i Hoffenheimit, thash edhe pse, po pres, do më thonë. Shumë ekipe na u kanë boq tash. Mu bosh shumë do ta morëm. Për ndryshe ka me marr afrimin, se është tifoz i flakt i Bayernit, edhe nëse ndodh kjo kena me shku me pa një lojë. Po që ata shka morrin vesh në futboll, ata Bayernin e simpatizojnë. Amo janë edhe do që s'marrin vesh shumë, amo e duhen shumë Juventusin. Se dha aty është e doni, kështu që. Po shumë keni më shpërndo atash. Keni më shpërndo shumë se a di që shpirti po më shon si vetë shkon major. Lojtarët veç që tu lulzu në për ekipe botore. Ja, krejt ekipet e këtyre çdo kuni simpatizon. Pak na pollin ai pica na Isana, pishesh shpidi sa. Edhe pse un Bayern fena mu kulujn shqiptar, gjithë simpatizojnë. Ashtu duhet mi përkrah kudo që janë. Edhe me zemër. Me zemër të madhe. Tregom Zeç, a ka ndaj diçka absurde që nuk të pëlqen ose diçka që e ke pa nuk pajtohesh fare sa i përket jetës që na prezantohet përmes rrjeteve sociale ose edhe që e prezantojmë, tash mos bëmi pafajshëm krejt edhe na publikojmë, postojmë edhe trajtojmë tema të ndryshme në rrjetet sociale. Edhe unë fort nuk vjen fort ka pak çka mirëna, edhe mendimin tem, po nuk edhe dikush më shkruaj diçka çka nuk i kthej edhe nuk mirë na fort tani me fy kërkon, nuk e thon fjalë të keqe kërkuj, edhe mendimin tem, edhe pse është mendim Çka mendon për këta që i kanë komentet më banale, më fyese, më ofenduese në rrjetet sociale kundrejt dikujt tjetër që nuk e njohin fare? Dikujt tjetër për hesab temin nuk janë njerëz ata, veç folin Facebook çashtu se për sa në tjera janë se më orë puna kështu cakum pakum san skopi tyne. Okej, do më thonë të pëthu që Trimnia letë është më tregu me tashtjera. Trimnia ka pos ko kur më tregu Trimnia në rrjetet sociale, jep njëri mendimin e vet, edhe do të urojna që s'ka me në ardhë kur ajo situatë me kallzu Trimnin në atë formë që qysh po e në kuptojmë, po pa tjetër.
We agree to disagree, kanë thonë amerikanët. Dashtu na mos mu pajtu me mendimin edhe me çka ka shkruar, po s'do më thon mi thon atina pse e ke shkruar. Ja, asë ke. More me qemë se e ke shkruar në rregull, po ku janë kërcënimet, po ku janë fjalë banalitetet. Aty dolin po sa tezja sa hall, ai përshëndes tezët e shkrepit seksor, përmendën tezët, dolin përpara këtij tezët. Zej, faleminderit që na ke thirrur, përshëndesim shumë. Kalofshi mirë një ditë bukur. Gjithat mirat. Mos harroni me vizitu Autotrade këtë javë ose edhe këtë vikend ose edhe këtë muaj, edhe me shfrytzu super ofertat që kanë për modelet e Toyotës, për gjitha modelet e Toyotës. Edhe kemi cek shumë shpesh që një prej përparësive që ka Toyota, edhe që është diçka që i çdo ashtë cili prej nesh me pas parasysh, është garancioni 10 vjeçar që kanë veturat e Toyotës. Nëse shkoni atje, konsultoheni me ekipin atje, keni me kuptu saktësisht edhe më detajisht se çka mbulon ky garancion, si funksionojnë veturat hibride të Toyotës, e të tjerë, edhe keni me kuptu përparësitë që keni me pas ju si familje, si individ, si biznes me pas një Toyota. Alo, përshëndetje. Përshëndetje edhe për ty. Si kalon e krem? Po mirë, Arsim, po ju jeni mirë. Po mirë, edhe na jemi. Po mirë, edhe si. Shumë e kitë porçta, po mirë, unë pëlqen e krem, do më thonë se karakterizëm për tjerë. Po, shumë e ka. Po mirë. Edhe kjo faleminderit, shumë e mirë. E krem? Po na. A dhe tregona për jetën rrjetet sociale. Qysh e kiti jetën në rrjetet sociale, a e farë milioneri, ajo? Po, unë jam... Apo më shetë kafe në kata të 27-8, Parking 6 euro, jo. Unë jam për krahas rrjeteve sociale, po jo vetëm Arsim, do njerë që postojnë sendet pa ishme, shumë i kam gërdi. Çka janë të pa ishme për ty? Për shembull, në ofendim dikujna. Okej. Për mu është ajo shumë gjë e rëndë, din. Se unë kam një diçka që s'më shoh rrjetet sociale kur dikush do më thon poston ushqim. Den u dal me hongër diçka do ta çet aty pjatën, kështu që çapo hona. Mos e ki për stupën tem. Po ne, javën e kaluar. Para asistente i bëf mirë, nuk ka problem, vetëm janë do gjona. Merr vesh. Janë do gjona Arsim që nuk postojnë rrjetet sociale. Janë do. A rrin TikTok heshte? Valla jo, e kom shli krejt. Mirë shumë. Pse e shlyte? Çka të në zonën të shtëpis? Po na? Pse e shlyte? A ku e në zonë e vetën, a? Kom unë në Facebook edhe... A hine dhe të jafar, Luani jafar. Më shumë ti që më intereson muhe, unë e pëstoj kur ka ndeshjet e futbolin përgjithësi. Jam si përgjithësu si Milanos. Okej, edhe atje e kena një shqiptar. Po, edhe kështu. Edhe vetë jem konë që e ditë që e dini, edhe jem konë me sport që marë shumë vite, po fati këtar që me vërdu. Po e kemë diskutu këta. Shumë falinderit që na ke telefonu e krem, se po shkojna deri në Albi Mall shpejt. Me trena? Me kapum një ofertë me tren po shkojna, me tren, se me komunikacion në këto momente është, ju tregojna pasit kthejun pi Albi Mall që është. Për në vendindje me zemrën plot dhe mendjen të ke ardhmja. Sjellë kursimet në Banka Raiffeisen dhe përfitoj interes preferencial për depozita me afat. Besoj kursimet e tua bankës së sigurt me tradit mbi 139 vjeçare. Askund si në shtëpi. Banka Raiffeisen. Make it happen. Kjo është bota për jetimit jetësor. Për jetimin që na ka ofruar shumë. Na ka mësu qysh mu vesh bukur, qysh mu dok tri kur i bojmë do vjet, qysh mu dok serial kur duhet, qysh mi kombinu ngjyrat, e qysh mos me pas komplekse. Na ka pru premierat e filmave në ditën ditë me krejt botën. Në fakt, na ka pru botën Kosovë. Na ka mundsu mos me pas nevojë me kalu kufinin për me bleni setër të mirë. Shkallëve ka me nejt, e lojt ma interesante që ta shilujmë krejt. Na ka kriju shprehje me familje mos mja huq as një vikend. Na ka mësu me bë dhurata speciale. E me kalu kohë kualitative me fëmijë. E me gjetë ushqimin më të mirë e më të freskët në vend. Që besa edhe online me porosit. Me padurim me prit Black Friday në ndorë. E në dhjetor
me dhurata me i gëzuma dashnit. Shumë qka në kam su. Po mas shumë ti, na jemi mësu me to. Albi Mall, gjithmon vendi familjes son. Mos u mërzit në heq në bankën tep, kemi marrë kredi për darsëm, po martohemi, po shkojmë muajnë e mjaltit, edhe kështu do të krijojmë kujtime të reja. Drive Me Crazy në Klam Radio dhe KTV. Janë do saga që nisin e mbaron. Po, për ata që janë vetërnik në këto momente ose në Albi Mall, kolon është për me shkullë tek rrethi ambasadës amerikane dhe mirëqasë rrethit me flamur, e ngarkuar është edhe dalja e autostradës për në vetërnik e me shku në Albi Mall. Kolon edhe qasja për tek rrethi i Çaglavicës në drejtim të Prishtinës. Kto janë informatat e radhës që kanë arrit në 049978 e Petrol Company, po ju pret gjithë juve me derivatet më cilësore aty ku mundri me shku me rimbush makinat me derivatet më të mira që bëni më shumë kilometra, dhe të njëjtën kohë me u bë pjesë e lojës shpërblyese, sepse secila rimbushje në vlerë më shumë se 10 euro merr një kupon, 22 kupona, 33 kupona, edhe mundesh me u bë fitues i veturës që po e dhuron Petrol Company. Ja fion telefonata apo të pret. Shumë faleminderit. Alo. Alo. Tepër bile. Alo, mirëmbrëma Fiona. O, përshëndetje Agim, si je? Na fal se kem deri në Albi. U dash deri në Ruben me shumë i këshyr pak do diamanta do sene fund viti po vjen. Unë juve ju pres deri nesër me konë se jo 2-3 minuta. Agim, tregon pak për rrjetet sociale. A je përdorus mas pari i rrjeteve sociale? Për Fiona, unë nuk kem shumë përdorus, po unë du me tregu pak kështë kohën time, vitet e 60-ta deri në sot, na s'kena pas rrjetet sociale. Po? Një mënyrë jena konë gjënë matë vendosën, gjënë matë... Unë mendoj kështu, dhe pedhon një farë mendimi. Hajde. Unë mendoj që na, që s'kena pas rrjetet sociale, kem qenë njerëz matë vendosën, njerëz që nuk kena shpejtu nas një sen. Mirë, rrjetet sociale janë shumë të mira. Unë janë revolucione, kanë ndryshu komplet globin, ajo s'ka diskutim. Po, kanë ndryshu edhe janë për të për rrjetet sociale. Edhe nuk di na sa këna vë pa të, shumë kesh. Ade që se këna pas në atë fat, në atë kur mi pas rrjetet sociale. Okej, a mendon që jeta e rrjeteve sociale që na pasqyrot, që na servot, a jemi ma lumtur, po du me thonë, në rrjetet sociale apo në jetën e vërtet? Qëre, unë mendoj në jetën e vërtet jem ma shumë të lumtur, po dhe të rrjetet sociale këto e bojnë edhe jetën e lumtën edhe të rëmbarë pe i senër që postojnë njërës. Do me thonë, po ti po thu që edhe rrjetet sociale e një farë mënyrë arsyeja e lumturisë të disave, a? Po, unë e kështu mendoj që shpo thu. Okej, interesant kjo pikpamje. Faleminderit Agim. Edhe unë kesha me bashkan gjitha aty në shifuzve, ma herët që thamë për ty Fiona, se edhe në po i përkraj... Pa del në teme njerë mos na sjell vitet e 60-ta, 70-ta, del në teme thuj për jesh shumë e mirë dhe u kry ke varpune. Po do në thonë që pajtohet. Ajtë që ta është të më tirë mu gjyshja, e ma më përkrati mu. Eja se dërme kopë kryt. Tonë ka ljofë shmirë, tonë. Ma sillim vitet e 60-ta, vitet e 70-ta pa internet, me letra, me kësi shumë, fion, në fund, po pajtona me krejta, mo, je shumë e mirë. Po del në teme njerë mës nga merë ko që mës baj i gare. Për shëndes, a kem pedin që po baj i gare. 049978 kom qa me bota, shkush e pranon, aj që se pranon, dhe të rrinë që atje e pranon dikur. Midea janë kondicionerët për ata që si pranojnë a i gare tona, se të fladitin. Ose dykujna që jam rdhinat në zënë, kështu që i merë një kondicionerët Midea me inteligencë artificiale që vinë me su për zbritje. A mundën me i gjetë kondicionerët Midea, pra me su për zbritje. Alo, përshëndet, e ka thonë një përgjigje që për çata thash unë për live, dhe veç kërë më ka shkru hysi, adin me njonin, po që tha, mirë tha më kry ke pun kamera, tha deri sa ja njësën më marrë komentët, se u i me kry kishë ka pun, kër e ka po, kishë pasi live. Lullet e të pijot. Jo lullet e të pijot. Tjera lullet e në korë. Alo, përshëndetje.
Kaktus. Kush na përshëndet? O jo, si a jemi? O jo, s'paku i rrugove se. Që s'po na kuptojnë fëmija, po t'kallzoj. A, qa din fëmija? Po, s'ka lezoj ekonomia, po. Joz, qysh e ki jetën ti në rrjetet sociale? Unë e qajtë se e ka bo, internetu, më këmës disa herë. Ata lesh shajtë e kësha bo. Una më e mira se ka ekzistu, do thëtë, unë më të mirë se e ka bo. Na i ka letu punë to, Jozo? Po në ka letu edhe jetën. Dit me ra serverat na morën qof, Joz. Po panikën për ChatGPT. Unë asë një koment kesh nuk e lecoj. Do më thonë ti lecon të mirë. Po që është për i zxedhë se. Bravo bre Joz. Unë është kalajmi i zxedhë. Unë ashtu edhe me lizu lexoj ka dole. Edhe e lexoj ka dole dhe shumë shpejt e eki. Unë s'prej me lizu ata. Tu lezu, tu eliminu. Absolut. Joz. Po ma mirë qërë kolon, moj me ta dërgu një foto. Edhe me ju, me vërtet u knoqa, edhe me telefonus. A përshe Joz? Do më thonë e dërgon një kolona, tregojna dikush e mëson pi kolonës, e që shtu bot kjo farpune. Joz, atë ka ndodhë ty na here, do më thonë me thirë dikush me thonë, pse bre e shkru veç atë koment? O, nuk e shkruj kërë komentën e. Do më thonë të vishia si që i veshgon? Unë e veshme kërë e lecoj, do të ndaj qanë tjetër. Joz, ashtë a i përdëru si mas perdes. Unë jam shajnje se komandru më arë një ditë që me në dëgju prej kajnë. Joz, përshëndes e diqë dhe më thonë që e ke përmen punën e internetit edhe për një prej këtyne matë mirave është që Viberi edhe WhatsApp që ka mundësu njerës me i pa printe, familjartë në përvendet larta, plus asojna edhe komunikimi që sot e kena shumë të letë për me ndëgju me pa një tjetërën e me u bo pjesë emisioneve tila. Je i mrekullushëm. E bona pauzën dhe thëtë dy e gjysë, një gjësore telefonova me në ona tëllet të 2 vjetë, po sa letë është me funksionue. E njëve kongën që elshova? E njeva. Edhe qështu da Joz? S'po du, arsem, jo jeni vetë veçantë jeni. Falimderit përshëndes. Miranda e veçantë. Falimderit shumë, përshëndes shumë. Besa që kjo Miranda se di kejt do ka një koshë shtu të mira. Qasja për të krethi i Qaglavicës kolone gjatë, dalja autostradës për në Vetërnik kolone gjatë, nga Vetërniku kolona vazhdojnë tutje poshtë edhe për të krethi duplex, edhe në nkalimi, edhe për të krethi me flamurna. Falni, e ngarkuar është edhe Fush Kosova nga zona industriale tutje, për shijet me kolon pjesa nga Slatina e madhe në drejtim të fshatit Vragolit, 2 aksidente ka ndodh, edhe kanë bo këtë pjesë ngarkuar. Kjo është telefonata e fundit për ditën e sotme dhe qëllëja se kush është? Po ma mërmenja, kush vishë s'po e thëmë? Alo, përshëndetje. Vish pak se lulli. Ja, thuje. Jo, s'pe thëmë. Ja, shtëksor. U të t'ke dëshim t'ke. E kesh e dyshim, po jo, kesh ma shumë 99% e sigurt. Ja, shtëksor, para se me vazhdu, po du mi ju të regu që në 038-220-000, numri i Swissit për ju që doni me i bo rezervimet e fundvitit, për najat e fundvitit, keni numrin e telefonit, thirrni, telefonani edhe rezervojni salën. Ja, shtëksor, por na. A menon që jemi real në rrjetet sociale? Apo e postojnë veç ato që ka mendojmë që është ma e pranushme për ndjekësit tanë? Unë po foli për veti, s'po foli për tjerë, tonë për veti jam shumë real, me thot drejtën, tepër real jam. Bile me thot drejtën që morë hiq smerna, shumë pak merna. Unë i kam disa, për shembull e kam në Instagramin, kam përdorë mëti, kam postu gjera, thonje, poezi, edhe aty këto video, qesharoko, se interesante, mistike. Që ty t'ka pëlqy, okej. Po, kam shumë djekës, quj si detyrim, që postoj nga njëherë, ose për ditë ka diçka. E quj si përgjithësi, do mon. E po qëto po du me dalë? Kur thash, apo postojmë ato që ka me të vërtet jemi të i përjetu, ose e ngjejmë që du të me i postu, apo ato që ka mendojmë që është e interesu me audienca? Unë e të shkelzeni, për shembull, unë kam veç familjarët, veç njohurit, atje nuk postoj, do më vetëm kur kemi ditë lindje, kur kemi do një rast kështu. E po tash, kjo faqja tjetër është mas zyrtare, se është e punës, era e emisionit. Te jashtësori ndryshe, do më nuk jam vetvetja sepse mundon me përshtat kërkesave, po.
Po edhe te TikToku, unë nuk hi fare në TikTok me të drejtën, unë vetëm postimin e bëj, edhe shoh her pas here a kanë kqyr shumë. Edhe aty po funksionon pak a shumë e njëjta. Njerëz po shohin në TikTok që po postojnë gjërat më intime që mundesh me imagjinu thjesht për me kënaq egon e dikujt tjetër. Unë gjëra private nuk postoj me profilet e jashtësorit, absolut shumë rroll ndodh, por më dona që bile sot unë ja dërgova Cimit që është një këngë aty që kam bërë sot, e kam postuar. Edhe jo dia po 3000 më kam dhënë, po çore. Shumë ka dalë mrekullueshur, vallahi ka dalë fantastike. Ti do të thonë abuzuesi i inteligjencës artificiale. Shkruam mas ta kryejna shkruam atë ka përqia jo. Po çe me ditë me po kdan mirë ajo, po kdan mirë. Ndroj këngëtare. Ja, po ma drill zonin pa. Ndroj këngëtarin jashtë kësor. Ja, ka nis pe drill zonin pa. Jashtë kësor. Skena akoma. E ke gnisën për kënaqën fort bukur, ju përshëndes, faleminderit shumë. Kaq për sot, faleminderit gjithëve, faleminderit shumë që e gjeni gjithmonë kohën me u përgjigj në për temat tona që ndonjëherë ju pëlqejnë, ndonjëherë s'ju pëlqejnë. Jeta në rrjetet sociale, po jeta baholli hair and makeup e gjeni në rrjetet sociale, në Facebook, në Instagram edhe në TikTok. Përndryshe vazhdoni me qëndruar me neve edhe për një orë jena bashkë me pjesën e dytë vetëm në Glam Radio. E ka shkoni në shtëpi për juve që keni nevojë për protein, mos harroni me i marr protein line-in e Zotit që e gjeni në secilin market, edhe mos harroni me bo ata që duni me bo gjithmonë me jap shumë dashni. Deri nesër, paqit plot shëndet.